Vllaznia U16 e mbyll fazën e parë të kampionatit kombëtar të superiorës së moshave në vendin e dytë me vetëm 2 pikë larg ekipit të Tiranës. Me trajnerin e kësaj skuadre Haris Dalibi. Profesor, i kënaqur për performancën e skuadrës në këtë fazë? Shumë i kënaqur. Një impenjim i djemve. Nëpërmjet kësaj intervistë duam i falenderoj herë sepse kena qenë në muajin korrekt që stërvitena po pushim edhe përgatitena për kampionatin. Ecuri e mirë, normalisht me vetëm një humbje gjatë gjithë kampionatit. Rivaliteti me Tiranën është shumë i madh edhe na shërben edhe ne si staf, i shërben më shumë elementi të ri që të mësohen me rivalitet dhe aq më tepër me Tiranën. Profesor Dalibi, në këtë fazë të parë ka spikatur 9 fitoret e ekipit tuaj U16. Cila prej tyre ka qenë me veçanta ose ju ka ngrohur më tepër? Normalisht më veçanta ishte javën e dytë në ndeshje direkte me Tiranën. Ishte një fitore e pastër dhe e dominuar me 3-0 me Tiranën. Lojë shumë e bukur, shumë entuziazëm, shumë grin për i djemve. Gjë që duhet me vazhdu edhe me trashëgu deri te ekipi parë këtë grin, këtë dëshirë, sidomos ndeshjet me Tiranën, që janë edhe si klasike e futbollit shqiptar. Pra Tirana dhe Dinamo duket që janë rivalet kryesorë në grupin. Për momentin kena kriju një shputje ne dhe Tirana, edhe me vendin e tretë jena diku rreth 9 pikë ose 10 pikë, dhe ka met vetëm rivaliteti nëpërmjet Tiranës Vllaznisë. Nuk është më nënvecu edhe Partizani që vjen mrapa, është edhe Teuta e Durrësit normalisht, por është një gjysmë kampionatit edhe pjesa më e vështirë fillon mos periudhës pushimit, fillon rivaliteti më i madh sepse formula e kampionatit përgjithmohen pikët, ngjeshën ekipet, vazhdon rivaliteti edhe më i fortë, i hap lufta edhe për kampionat, edhe ato që janë në vendin e tretë dhe katërt mundohen për me arrit diçka. Patyshim që objektivi është për titullin kampion. Normalisht tash është një moshë që na duhet me fillu me instalu fëmijëve edhe mentalitet fituesit. Normalisht është një moshë që duhet me një edhe fanelen, edhe kampionatin, edhe me fitu titullin, me një edhe presionin, sepse 16-17 edhe 19 edhe atëherë jetë e ekipi parë edhe është mosha ideale për me pas mentalitetin e fituesit. Vllaznia ekipi i parë vazhdimisht po tërheq vëmendjen duke vëzhguar me kujdes dhe duke thithur në ekipin e parë lojtarë nga akademia. Tek skuadra juaj ka pasur elemente të tillë që kanë marrë vlerësime pozitive? Po, të skuadra jonë edhe pse janë pak a shumë herët për me fol, por ka element që inshallah shpresoj që t'i shërbejnë ekipit parë, por janë shumë herët edhe kanë shumë punë për me fol për ta. Megjithatë disa emra duhet t'i nënvizoj. Por kjo pjesa e përmendur të emrave është pak me siklet sepse fit më sanaj nuk e di se si mund ta interpretojnë. Për të qenë brenda profesor formacionin. Po brenda formacionit unë mendoj që lojtarët që duhet më spikohet është Shpuza, portieri që është edhe kapiteni i skuadrës. Normalisht edhe është Gjoni që ndërmbrojtës. Nuk mund të la pa përmend edhe Marko, një sulmues që shpresoj që kena me janë dëgjuar edhe emrin edhe në ekip parë. Që edhe sot në listën e golshenuesave është në vend dytë me 10 gola në 12 ndeshje. Në aspektin personal, Haris Dalibi është një ish futbollist i Vllaznisë dhe tashmë trajner për disa sezonesh i suksesshëm me disa grup mosha, por edhe me kombëtarin rajonale të moshave. I kënaqur me këtë mision që keni marrë përsipër? Po tash jam shumë i kënaqur dhe shpresoj atë çast mujta me bëu vetë si futbollist ta bëj të paktën si trajner e t'i shërbej këtyne brezave, e të paktën ato që nuk kam mujt mi bëun, t'ju atregoj edhe të mos t'i loj me gabu, edhe t'i tregoj që vetëm me punë e impenjim mundena me bëj diçka të mirë. Në aspektin personal, vetëm kjo është qëllimi jam. Vazhdoj të përgatis brezat, sado që t'mundem, sa dije që t'kam, t'i përgatis për të ekipi parë. Keni përkra kolegun tuaj Ardit Mesi, por në përgjithësi edhe me drejtuesit e Akademisë Vllaznia, si është bashkëpunimi? Duke nisur nga kolegu juaj Mesi dhe me radhë. Tash bashkëpunimi është shumë i mirë, si diskutohet. Po s'ke bashkëpunimi, nuk ka as rezultate, nuk ka as lojtar në ekipin e parë. Dë 6 mujorin e parë, dë NIMS ka qenë Kalet Hoxha, ka pas ndryshime në stafe dhe tash ka është afru profesor Arditi.
djali i mirë që e don sportin. Shpresojmë që të vazhdojmë rezultatet edhe ato qëllime që i kena bu vetit. Aris, teksa komunikojmë së bashku me vjen në vëmendje një tjetër dalip tjetër, bëhet fjalë për Fatmir Dalipin, për babajin tuaj, shumë i njohur në kohën e tij, i cili ka bërë një karrierë në të vërtetë shumë cilësore në futboll, sidomos futbolli amator ka qenë kryesisht atëherë shumë i spikatur. Sa keni marrë nga Fatmir Dalipi, nga babai juaj? Baba mundohet me dhënë këshilla. Vjen njek neshjet, tregon ata gjana që shef gabim, personalisht të unë, edhe teknike të ekipi. Neshjet e Vllaznisë i njekëm bashkë, pothuajse gjitha neshjet e ekipit parë, mundona me analizu edhe mundona me vu duke ato gabime që shohim ne. Unë thash futbolli amator, sepse këtu ka spikatur, sidomos me ekipin e Kirasit, atjerë kur kishte edhe konkurrencë dhe kishte me të vërtetë spektakël në ndeshjet mes lagjeve, por Fatmir Dalipi ka lutur edhe me ekipet e Vllaznisë, por sidomos me ekipin e Kirasit që ka qenë dhe më të mirët e kampionateve amator, Fatmir akoma diskutohet për teknikën e tij. Sa e keni marrë ju? Çfarë e keni marrë nga loja e Fatmir Dalipit? Tash unë Fatmir nuk e kam po te kampionati amator, unë i kam vetëm me të një gjume. E kam projektuar unë. E ke projektuar ti e tregon me nostalgji. Kam luajtur së bashku me të. Unë nuk mund ta tregoj, unë thjesht i marr disa këshilla kur ai njeh ekipin U16, e njeh nga shkallët, njeh disa këshilla personalisht për mu në fushën e trajningut, edhe për ekipin disa gjana që ai shef që duhet për mi rregullu. Për te pjesa kampionateve amatore, unë nuk e di, kam vetëm me të ndëgjume. Edhe më bëhet qefi që ndëgjoj fjalë të mira, po vetëm kaq. Isha me Haris Dalipin, ish futbollistin e Vllaznisë dhe aktualisht trajner me Akademinë Vllaznia moshat U16 në ekipet e model që është në vendin e dytë shumë pranë vendit të parë dhe pretendent me titullin kampion. Një trajner me të vërtetë shumë pasionante që vjen nga një traditë familjare, siç është babai i tij Fatmir Dalipi, shumë i njohur në kohën e tij. Haris, faleminderit. Të falenderoj shumë sepse ngjinesh afër tana herët me intervista edhe me jep vëmendje. Të falenderoj shumë. Po gjithsesi keni mangësi në pjesëmarrje në studio, në emisionet sportive, duhet t'jeni pak me të shpesh, sepse sa herë keni qenë në të vërtetë keni marrë vëmendjen e publikut me analizat tuaja perfekte. Falenderoj edhe do të jem aktiv në studion tonë. Ta mbyllim me një objektiv dhe me një garanci për trofe këtë sezon nga ana juaj. Po shpresoj e du më shumë se gjithë, sepse jam të punu për ditë, nuk po njohim as festa, as pushime. Bashkë me këta fëmijë, me që jena në fund të intervjisë du me falenderu fëmijët e jashtëzakonisht shumë. Shumë më tepër du me falenderu prind që po sakrifikojnë, edhe po na përgjigjen për ditë me prezenca në stërvitje. Në ditë festash, në ditë vështira, me kohë keqe, me kohë të mirë, me kohë pushimesh, du me falenderu edhe jam bërgjli. Pse jam bërgjli, vazhdoj edhe punoj për ditë me pasion. Haris, lëshemi në ditë festash, në nga kamera, një përshëndetje, një urim për ekipin tuaj, për fustat, për gjithë sportafësit. Do ta filloj herë me gjithë shqiptarët të Krishterët, gëzuar Krishtlindjet, duke filluar nga ti që të kam afër. Edhe gjithë shqiptarët edhe sportistave ju uroj një vit mirë, edhe suksese për 2026. Haris Dalipi, faleminderit për intervistën. Sukses. Je i mirë, të falenderoj shumë.